Një pjesë e trotuarit në aksin Pogrades qafë Ploq në segmentin që kalon pranë fshatit Gështenjas është shembur plotësisht. Shembja është konstatuar ditët e fundit, ndërsa bashkë me rrëshqitjen e trotuarit raportohet se janë dëmtuar edhe mjetet nëntokësore. Rrëshqitja është e konsiderueshme edhe për momentin nuk dihet nëse ajo rrezikon edhe karrexhatën e rrugës. Përveç dëmtimit të trotuarit, ky aks prej muajsh është pa ndriçim, ndonë se kalon mes zonave të banuara, duke rrezikuar seriozisht jetën e këmbësorëve.